ka bo. Ja ka cenu suverenitetin Republikës Kosovës. Prandaj, serbët e Kosovës, ju njën pasaportat struktura paralele të nishit për shkak gabimeve të Albin Kurtit. Qito e ka bërë Smakes, mos falsane që as ti vetë se beson. Qështë mos e besoj, ja ka një bashkim evropian? Kjo ka këtu mision. A jetë janë të Amerikanë. A jenë sankcione. Ti, a jenë sankcione Smakesh. Nëse janë të Amerikanë, në studje që është ABC-ja Nuk rrimin e njëri prodhës. A ki nevoj me argumentu diçka. Nuk mund është shkogë. Po bezi. Ti je nën sankcione. Nëse janë të Amerikanë, I ki masat e Rusja, nuk di që aki me argumentu di ma të. Edhe plus sa, na bashkëpunojnë në Kosovë, po vesim për shumë shkaj pikurti. Që s'pëna vjerërani. 2 minuta një debat me Dëgjova sot një tregim të vërtet, erdë kur ta them edhe publikisht, po jo tash se ndërhyn në garë, të këto koalicione që po bëhen. Një treti që ka qëlluar, po një treti që nuk ka hyrë në balotazh, në presion nga 2 partitë të tjera për të bërë koalicion me njërin. Edhe kështë të thënë, për pak do të vendosja jam me Rusina me Kina. Shtetë bashkuar të Amerikës se eksistojnë, po se me Rusina se me Kina. Qa shumë bastardugje varpune sa që ma... Me gjosh nga bëjnë në lëgës. Ju e tregoj pas shedhe. Analeja 2 minuta debat me krenor. 2 minuta debat me krenor. Të qështja, keni tem gjelam gjysë, tham kene vazhduhet, të qështja presidentës. Pra ti po dhu që presidentja nuk ka dollë prej LDK-s me shku në VV, po ka kriju Risën Guxha. E që e unë të repi argumentin krenor. Nëse presidentja e din shumë mirë se juriste, ka qenë pjesë e stafit të Fatmir Sidir president, kur ka dojnë vendimi gjykatës kushtetuese që duhet me zgjedh o kryetarin e LDK-s o kryetarin e shtetit, pra qysh presidentja pas ka kriju subjekt politik listën Guxha ose lista që qyket Vjosa Osmani, edhe me njerë mas një jave, del konferencë për shtyp, thot jam e nominuar për presidente, qysh po më që ti me kriju parti? Ka marrëveshje me Albin Kurtin. Qysh? Albini e nominon, marrëveshje. Partia kumet? Partia kumet? Kuvend, atë. Kumet partia? Kur e bojnë marrëveshje në koalicion, po në korridor të kuvendet. Korridor të kuvendet e kanë bërë. Po qysh ka mundësi ti, nëse e nis një iniciativë me bën një parti politike, e në anën tjetër, të e këshyr karrierën tonë personale, karrikën tonë me bë presidente, e trajtojnë krejt ata njerëz që kanë punuar me ty, edhe shkojnë këto. Ta thon për rrugën. Shko pyeti njerëzit që ta kallzojnë edhe në vend, në Ferizaj, njerëzit të e kriju degën Ferizaj, ishte degjistat, të e mënu me kriju degen, edhe në shkun të ake me Vjose, dhe ka thonë, ka diçka që kemi një që po të mu kandidu për presidente, apo po bojnë partinë, ka thonë, jo, s'ka kur gjotë vërtetu, na dojna me bo parti, me jetë studje, edhe thënë arë me shku, të kriju degen e Guxhas, ose të lisës Vjosa në Ferizaj, edhe shku e kena pa loj me konferencën Albin Kurti me Vjosa Osmani. Vjosa Osmani e nominuar për presidente. Ku me të partia krenor? Halal i koftë. Jo, halal? Atë kjo për dëshmën ato që po thënë që ajo nuk e ka pas qëllimin as me e kriju partinë Guxha, e as me ideja është qëllimi kon me rritë edhe me mshullë të kësë. Na atërë thonë për shka garën njeriu për pushtet, po më rejtë. Që është kuptimi i funksionimit të Guxha nëse e merë presidentin. Ku ka pozicion të rëndësishëm. Ndryshe garimi për pushtet. Nëse ti e nis me kriju një subjekt politik, qëllimi i subjektit politik, që shkojnë, e krijan një ide subjektit politik, dhe shkojnë më rritë fonde me presidentin. Sa dhe që rritë është ka mashtruar, prandaj edhe kanë tërheqë gjysa për ty në media kanë tërheqë. E din shumë mirë ata, e din shumë mirë kush janë edhe Vjosa këtë farë. Pra nëse ti do me kriju një subjekt politik, ti nuk do me pretendu presidenti, sepse ti partinë në palider. Që shko mundësi, po duhet kriju parti, e po bona presidente. Ku me të partia, me herë pecin, herë do nikën. Asa ne as këtë ne. Kjo është nuk e kuptoj, dhe çka keni me drenorin sot se nuk ka. Asnjë mendim nuk e vate. S'ke si pa fajshëm. Një pyetje, është mirë më që të them ta rumbullakoj edhe një herë këtë temë. Po shumë Xhaviti që to Albini se pak janë ndëj do marrëdhënie me Gjerman. Ja, s'me Gjermani të që pjarë, s'ko shoca është antipredisor. Ti shku më taku me Merita Halilin në Amerikë, veç që të knacije. Me para se ka kalë uniformë. Mas shumë të më takosh me ato edhe burin e veç i pjarë Monikës, që ka në?